kam gjithçka, përveç teje, tha milioneri, duke u ribër me ish të dashurën në një shtëpi prej balte. Ai qëndronte në mes të rrugës. Jo sepse makina kishte prishur, jo sepse kishte ndonjë pengesë përpara, por sepse këmbët thjesht nuk ju bindën kur ai hapi portën dhe shkel në tokën e kuqe. 42 vjeç, 2 miliard pasuri, 3 kompani në sektorin e energjisë të përhapura në 4 qarqe, një apartament në Tiranë me pamje nga parku, një shtëpi në Shkodër që ai mezi e frekuentonte, një avion privat që kalonte Atlantikun sa herë që një kontratë e rëndësishme duhej mbyllur personalisht. Aldo Doda kishte gjithçka. Dhe në atë moment, i ndalur në atë rrugë të thatë të brendësisë së Korçës, me diellin që rreshite në mes të ditës dhe erën që ngriti një pluhur të imët që i ngjitej në fyt, ai ndjeu pikërisht atë që ndjente çdo herë që arrinte në fund të një nate pune dhe shikonte në tavanin e apartamentit të tij të qetë, një zbrazëti të madhe. Ai qëndroi aty për disa sekonda, duke parë rrugën që ngjitej butësisht deri në pronën që familja e tij kishte lënë prapa më shumë se 20 vjet më parë. E njëjta rrugë që ai kishte përshkuar kaq shumë herë me biçikletë kur ishte fëmijë, e njëjta që kishte ecur duke mbajtur dorën e një vajze me flokë të errët dhe qeshje të lehtë një mbrëmje të muskut, që ai këmbëngulte të mos e kujtonte dhe kur nuk arrinte ta harronte. Celulari i dridhet në xhep. Ishte Marcel, asistenti i tij personal. Aldo. Renato konfirmoi mbledhjen për të premten. Do që të rregulloj orarin tënd për kthim në Korçë të enjten në mbrëmje? Apo preferon të shkosh direkt nga Tirana? Lëre ashtu. Dhe çështja e pronës? Zyra e gjendjes civile hapet në orën 8. Nëse Zoti i nënshkruan dokumentet deri në mesditë, mund t'i paraqesim sot vetë dhe t'i mbyllim të gjitha para fundit të javës. E di, Marcel. Thjesht doja të përforcoja sepse Zoti po i shtyn këto 3 ditë. E di. Heshtje nga ana tjetër. Në rregull. Më njofton nëse ka ndonjë gjë. Aldo mbylli pa u lamtur, futi celularin përsëri në xhep dhe vazhdoi të shikojë rrugën. 3 ditë duke shtyrë. Ai e dinte këtë më mirë se kushdo. Kishte arritur në Korçë të hënën me qëllim të qartë për ta zgjidhur atë në disa orë, të nënshkruante dokumentet, të transferonte pronën të blerësi që tashmë ishte identifikuar prej muajsh, të merrte paratë që as që bënin ndryshim në pasurinë e tij, dhe të kthehej në Tiranë të martën në mëngjes. E thjesht. Por të martën në mëngjes, kur shoferi i aplikacionit u ndal përballë zyrës së gjendjes civile, Aldo qëndroi brenda makinës për 40 minuta, pa qenë në gjendje të dilte. I kërkoi njeriu të vazhdonte. I tha se kishte harruar një dokument. U kthye në hotel, qëndroi duke parë murin e dhomës deri gati në mesnatë. Të mërkurën u përpoq përsëri, arriti deri në pritje të zyrës së gjendjes civile, u ul në një karrige plastike, qëndroi aty për 20 minuta duke parë njerëz të tjerë duke zgjidhur burokracitë e tyre të përditshme, derisa një punonjëse e thiri emrin dhe ai u ngrit, e pa atë dhe i tha se i duheshin edhe disa ditë. Gruaja e pa si të ishte i çmendur. Ndoshta ishte. Tani ishte e enjte dhe në vend që të ishte në një aeroplan ose në një dhomë mbledhjesh, ai ishte aty në rrugën e pluhurosur me këmbët në pluhurin e kuq, duke parë shtegun që çonte në pronë, sikur ajo gjurmë e tokës së shtypur të ishte në gjendje t'i përgjigjej ndonjë pyetjeje që ai nuk mund ta formulonte siç duhet. Eci, la makinën me qira, një SUV të zi të importuar që dukej krejtësisht jashtë vendit aty, të parkuar në buz të rrugës, dhe eci këmbës për 300 metrat që ndanin portën e pronës. Porta ishte e hapur, kjo ishte e çuditshme. Prona ishte mbyllur prej vitesh. Asnjë antar i familjes nuk bante aty. Herën e fundit që Aldo kishte qenë në atë vend ishte. Ai bëri llogarit mendërisht dhe numri e goditi më fort se sa prishte. 18 vjet, gati 2 dekada, kur ai kishte 24 vjeç dhe një ëndër më të madhe se xhepi dhe guxim të mjaftueshëm për të bërë zgjedhje që, me kalimin e kohës, fituan peshën e gurve të lidhur në qafë. Por porta ishte e hapur dhe kishte gjurmë të freskëta të këmbëve në tokë. Aldo hyri, eci më ngadalë tani. Trualli ishte i madh, pak më shumë se 40 dynym, dhe pjesa më e madhe ishte e mbuluar nga e njëjta bimësi e malësisë që ai e njihte që nga fëmijëria. Pemët e shtrembra me lëvozh të trash, bari thatë që lëkundej me erën e nxehtë, kënga e largët e një zogu që ai nuk do ta dinte emrin, por që për ndonjë arsye e njihte në instinkt si pjesë e një tingulli që i përkiste atij vendi.
Shtëpia ndodhej në fund të pronës, një ndërtim i vogël prej balte dhe adobe, me mure të bardha që kishin humbur një pjesë të mirë të bojës me kalimin e viteve, një çati me tjegulla që mbijetonte shiut dhe diellit, me atë dinjitet të përzemërt të gjërave të thjeshta që rezistojnë, sepse ishin bërë për të zgjatur. Kur ai u afrua mjaftueshëm për të parë verandën, u ndal. Kishte një kovë në derë dhe kishte rroba të shtrira në një tel të improvisuar midis dy shtyllave. Dikush bante aty. Aldo qëndroi i ndaluar, duke u përpjekur të procesonte këtë. Kishte ndonjë pushtues, dikush që kishte zënë pronën në vitet kur ajo kishte qenë pa përdorim. Do t'i duhej të aktivizonte avokatin, do të ndërlikonte shitjen, do të. Dera e shtëpisë u hap dhe gjithçka që ai kishte planifikuar të mendonte u zhduk menjëherë. Një grua doli duke mbajtur një kovë me ujë me të dyja duart, duke parë në tokë për të mos u penguar në prag. Ajo ishte me shpinë për të për 1 sekondë, 2 sekonda. Dhe në atë kohë, Aldo ndjej diçka të ndodhte brenda gjoksit, një tkurje e çuditshme, sikur zemra të kishte provuar të dilte nga fyti dhe të kishte ndërruar mendjen në mes të rrugës. Kur ajo ngriti sytë dhe e pa, kova pothuajse i rrëshiti nga duar. Iris Valente, 22 vjeç në kujtesën e tij, 39 në realitetin që qëndronte përpara tij. Flokë të errët të mbledhur në një kokë të improvizuar. Duar që ai njihte edhe në distancë, të vogla me gishta të hollë që ai kishte mbajtur kaq shumë herë, një shikim që ai kishte provuar ta përshkruante vetes për vite të tëra dhe që tani më në fund mund ta emëronte si duhet, çuditë, dhimbje dhe diçka që ishte shumë e ngjashme me zemërim. Asnjëri prej tyre nuk foli për një kohë të gjatë. Era kalonte mes tyre, duke bartur pluhur dhe erën e tokës së lagur nga një përrua afër, dhe dielli i mesditës hidhte hije të shkurtra në tokë, dhe e gjithë bota dukej se kishte vendosur të ndalojë së bashku me ta. Ishte Iris, ajo që thyu heshtjen. Çfarë po bën këtu? Zëri ishte i njëjtë, më i thellë, ndoshta, me një vendosmëri që ajo nuk kishte më parë, por i njëjtë. Aldo hapi gojen, e mbylli. E pa atë, shtëpin pas saj, kovën që ajo mbante, realitetin e atij vendi që ishte shumë i thjeshtë, shumë i vështirë për dikë që një ditë kishte qenë pranë një burri që tani kishte të gjithë botën në pëllëmbën e dorës dhe ndjeu për herë të parë pas shumë kohë se nuk kishte përgjigje për një pyetje. Filloi ai, Aldo. Iris. Ajo e ndjeu atë ngadalë, sikur konfirmimi i emrit të tij të ishte i mjaftueshëm për të organizuar diçka brenda saj. Prona është e jotja, tha ajo. Jo si pyetje, si konstatim. E dija që një ditë do të shfaqesh. Je duke banuar këtu? Ajo e vendosi kovën në tokë, i kreu duar. 2 vjet. Si? Xhaxhai im, para se të vdiste, më la të përdor shtëpinë. Ajo tha me një qetësi që ai nuk e dinte nëse ishte e vërtet apo e ndërtuar. Ai e dinte se më duhej një vend dhe e dinte se ti nuk do të shfaqesh shpejt. Aldo e pa atë, mënyrën se si ajo e thoshte atë, pa mërzi në sipërfaqe, por me diçka shumë më të rëndë menjëherë poshtë. Xhaxhai im kur nuk më tha. Jo, tha ajo. Sigurisht që nuk do të thoshte. Heshtje tjetër. Aldo pa shtëpinë, rrobat në tel, kopshtin e vogël në buzë të verandës, ku ajo kishte mbjell diçka. Erza, ndoshta, ose lule, ai nuk mund t'i identifikonte nga ajo distancë. Shenjat e vogla të një jete të ndërtuar me kujdes në atë vend që ai kishte harruar ta kujtonte dhe kur nuk kishte arritur ta harronte vërtet. Nuk e dija që ishe këtu, tha ai. Dhe ishte e vërtet. Po ta dija. Çfarë? Ajo e ndërpreu pa agresivitet, vetëm me një objektivitet që prente më shumë se çdo vërtet. Do të kishe bërë ndryshe? Ai nuk u përgjigj. Ajo e pa për një moment më shumë, pastaj mori kovën përsëri. Ka ujë të ftohtë brenda, nëse do. Dielli është i egër. Dhe hyri në shtëpi. Aldo qëndroi në verandë për një kohë, të cilën nuk e mati. Kur hyri, shtëpia ishte pikërisht ajo që prishte dhe, në të njëjtën kohë, krejtësisht e ndryshme. Hapësira ishte e vogël, muret kishin atë trashësi bujare të adobes, që e mbante ambientin të freskët, edhe në vapën e mesditës. Dhe Iris e kishte transformuar çdo kënd me të njëjtin kujdes të përzemërt që ai e kishte njohur të ajo më parë. Një peshqir i qëndisur mbi tavolinë, rafta të organizuara, me të pakta enë që ajo zotëronte, një bim brenda një gote në dritare. Ajo vendosi një filxhan me ujë të filtruar në tavolinë pa e parë atë.
Ai u ul, piu, qëndroi duke mbajtur filxhanin me të dyja duart, sikur të duhej diçka për t'u bërë me to. Si je? Pyeti ai. Dhe dukej e papërshtatshme sa po doli, sikur 18 vjet mund të përmblidheshin në atë pyetje. Iris ishte me shpinë, duke larë diçka në lavamanin e improvizuar. Jam mirë, tha ajo. E thjesht, pas bukurime. Iris. Aldo, tha ajo ende me shpinë. Sot nuk kam energji për këtë bisedë. Çfarë bisede? Ajo u kthye. Bisedën që ti qartësisht ke ardhur të bësh. Ajo e pa drejt në sy. Ti nuk e erdhe këtu rastësisht. Ti e dinte se ku ndodhej kjo pronë. Mund të kishe dërguar një avokat, një asistent, cilin do. Por erdhe vetë dhe tani je i ulur në kuzhinën time me pamje të dikujt që ka shumë gjëra të ngecura në fyll. Ai e pa atë. Ti ke qenë gjithmonë e mirë në këtë, tha ai ulët. Në çfarë? Në të thënë të vërtetën pa u përshëndetur. Ajo nuk u përgjigj, u kthye te ajo që po bënte. Unë erdha për të nënshkruar dokumentet e shitjes së pronës, tha ai. Por mos u shqetëso, ti do të vazhdosh të qëndrosh këtu. Unë do ta kërkoj këtë në kontratën me Blersin. Ajo u kthye përsëri me një shprehje tjetër tani. Jo saktësisht mirënjohje, por një lloj vlerësimi. Ti as nuk më pyete nëse unë e dua këtë. A nuk do të qëndrosh? Nuk ka të bëj me të duhur apo jo, tha ajo, ka të bëj me faktin se ti ke hyrë këtu dhe tashmë po merr vendime për jetën time sikur e ke atë të drejtë. Unë thjesht po provoja. E di se çfarë po provoje, tha ajo pa mizori, por me një vendosmëri që e la pa argumente. Ky është pikërisht problemi. Aldo qëndroi i qetë. Jashtë, era i bënte gjethet e degëve afër të fërkoheshin në murin e shtëpisë. Dhe një gjel këndoi diku larg në pronë dhe tingulli ishte aq absurdisht jashtë kontekstit të jetës që ai kishte ndërtuar saqë ai pothuajse qeshi. Jo nga gëzimi, por nga ajo qeshje që vjen kur realiteti përplaset me ballë me gjithçka që ke imagjinuar për veten. Më trego, tha ai. Ajo e pa atë. Më trego se çfarë ndodhi me jetën tënde. Ai tha, unë dua të di pse. Sepse unë u largova dhe nuk më erdhi në dijeni. Dhe kjo është diçka që unë nuk mund ta zhbëj më, por të paktën mund ta dëgjoj tani. Iris qëndroi e ndaluar për një moment. Pastaj tërhoqi një karrige dhe u ul në skajin tjetër të tavolinës dhe filloi të flasë. Ajo kishte mbetur në Pogradec, një qytet i vogël disa kilometra larg. Pasi ai u largua, kishte provuar të studiojë vetë. Kishte punuar në 3 punë njëkohësisht gjatë një periudhe që ajo përshkroi me një shkurtësi që fshete gjithçka që pati kushtuar. Në banakun e farmacisë në mëngjes, në ark të tregut pasdite, pastrim në shtëpi familjare 2 net në javë. Për sa kohë? Pyeti ai. 4 vjet, tha ajo, derisa të arrita ta përfundoj shkollën e mesme me arsimimin e rriturve dhe të bëj një kurs teknik të infermierisë. Ai e pa atë. Je infermiere? Teknik. Punoj në qendrën shëndetësore të Peshkopisë 3 ditë në javë. Ditët e tjera i bëj këtu. Ajo tregoi përgjithsisht drejt dritares, drejt truallit jashtë. Kam një kopsht perimesh që ushes disa njerëzve të qytetit. Nuk është shumë, por mjafton për atë që më duhet. Dhe familja? Pyeti ai me kujdes. U martove? Diçka kaloi nëpër fytyrën e saj shpejt, por ai e pa. Jo, tha ajo. Kur nuk u martova. Ke pasur lidhje? Ajo e pa atë me atë objektivitet që çarmatos. Aldo, më fal, nuk duhej. Kam pasur një marrëdhënie serioze. Zgjati 3 vjet. Mbaroi, tha ajo. Nuk ishte fundi i botës, por diçka, në mënyrën se si ajo tha atë, shumë shpejt, shumë thuk, e bëri atë ta ruajt atë informacion me kujdes, pa e tërhequr më shumë fillim për tani. Dhe ti? Pyeti ajo. Përveç asaj që shfaqet ndonjëherë në internet. Më ke ndjekur në internet? Emri ju shfaqet, apo jo? Është e vështirë të mos pengohesh. Ah! Pastaj ai e vendosi filxhanin në tavolinë. U rrita, punova shumë, bëra para, bëra më shumë para, bleva kompanin, shitja, e blera përsëri. Ai tha atë me një monotoni që ishte autentike. Udhëtova mjaft. Jetova në Tiranë, në Durrës, në Shkodër për një kohë. U ktheva në Tiranë.
Kam një apartament të madh që mbetet bosh pjesën më të madhe të kohës. Ajo e pa atë. Dhe pjesa tjetër? Çfarë pjesë tjetër? Familja, marrëdhëniet. Ai qëndroi një moment pa u përgjigjur. Kam qenë i fejuar një herë, tha ai më në fund. Disa vjet më parë. Nuk arriti deri te martesa. Çfarë ndodhi? Ajo tha se unë kur nuk isha i pranishëm. Tha se edhe kur isha në të njëjtën dhomë me të, unë dukej se isha diku tjetër. Iris nuk u përgjigj. Ajo nuk e kishte gabim, ai plotësoi. Heshtja që erdhi pas ishte e një lloji tjetër nga ajo e mëparshme, më pak e tensionuar, më e rëndë, në një kuptim më të qetë, si ndryshimi midis një stuhje që po afrohet dhe një shiu që tashmë ka filluar të bjerë ngadalë. Pse erdhe vërtet këtu, Aldo? Pyeti ajo. Ai e pa atë dhe tha të vërtetën. Nuk e di, tha ai, por e di se po nënshkruaja këto dokumente shitjeje dhe çdo herë që i afrohesha zyrës së gjendjes civile, diçka më mbante. Dhe qëndrova 3 ditë kështu. Derisa sot unë ndalova së provuari të kuptoja dhe erdha direkt këtu. Ajo pranoi ngadalë. Dhe tani që je këtu? Ai e pa atë version të saj që ishte i ndryshëm dhe në të njëjtën kohë që kishte jetuar 18 vjet patë dhe që mbante në sytë e saj një përzierje gjërash që atij do t'i duhej shumë kohë për të provuar t'i deshifronte. Dhe tha atë që kishte mbetur të mbërthyer brenda tij për kohë shumë të gjatë për të mundur të përshtatej më. Unë kam gjithçka, Iris, tha ai. Gjithçka që thash se do të kem, gjithçka për të cilën u largova për ta kërkuar. Ai ndaloi, përveç teje. Heshtja që erdhi ishte e ndryshme nga të gjitha të tjera. Iris e pa atë pa qarë, pa buzëqeshur, me një shprehje që ai nuk mund ta lexonte plotësisht, por që kishte diku në një cep peshën e diçkaje që ajo kishte mbajtur për shumë kohë. Ajo u ngrit. Do të hash darkë këtu, tha ajo. Jo si ftesë, si pohim. Dhe shkoi te sobja pa thënë asgjë më shumë. Aldo qëndroi duke parë dyshemen e lëmuar të betonit të asaj kuzhine të vogël dhe, për herë të parë pas 18 vjetësh, nuk ndiu dëshirë për të ikur. Darka ishte e thjeshtë. Oriz, fasule, lakër të skuqur, një copë mish që ajo kishte ruajtur dhe që ndau pa ceremon. Ata hëngrën me tingullin e malësisë jashtë, bulkthithat duke filluar, ndonjë bretkos në një cep të largët, era që u ftoh kur dielli u ul. Flitën për gjëra më të vogla gjatë vaktit. Aldo pyeti për kopshtin dhe ajo shpjegoi me atë kujdes të dikujt që ndërtoi diçka nga e para dhe e njeh çdo detaj të asaj që bëri. Ai pyeti për punën në qendrën shëndetësore dhe ajo foli me një pasion të përzemërt që ai e njihte, të njëjtin që ajo kishte më parë, kur fliste për çdo gjë që e lëvizte vërtet. Kur mbaruan, ajo hoqi pjatat dhe ai qëndroi i ulur duke parë drejt dritares, ku qielli kishte ngrirë vjollcë dhe më pas errur, me një shpejtësi që qyteti kur nuk e lejonte të vërehej. Ku do të flesh sot? Pyeti ajo me shpinë. Ka hotel në Peshkopi? Ka. Është i keq, por ka. Ai pothuajse buzëqeshi. Iris, tha ai. Ajo ndaloi atë që po bënte, por nuk u kthye. Ka diçka që ti nuk më the. Ai tha, heshtje, unë e ndjeva. Në momentin që unë pyeta për marrëdhënien që ke pasur, ti kalove shumë shpejt përtej asaj. Ajo qëndroi e ndaluar për një kohë të gjatë. Kur u kthye, kishte një shprehje që ai kur nuk e kishte parë tek ajo më parë. Nuk ishte frikë, nuk ishte zemërim, ishte diçka më afër një vendimi që po merrej në kohë reale. Jo sot, tha ajo më në fund. Kur? Kur të vendos se është koha. Ai pranoi, nuk e shtyu, doli disa minuta më vonë, ndaloi në pragun e derës dhe e pa atë për herë të fundit atë natë. A mund të kthehem nesër? Pyeti ai. Ajo qëndroi një moment në heshtje. Porta është e hapur, tha ajo. Dhe kjo ishte gjithçka që atij i duhej të dëgjonte. Ai u kthye të nesërmen. Para kësaj, kaloi natën në një hotel në Peshkopi, që ishte pikërisht ajo që Iris kishte përshkruar, funksional, pa shije, me një kondicioner që bënte një shumë turbine dhe një dyshek që u përul në mes sapo ai ushtri. Por ai fjeti. Fjeti në një mënyrë që nuk kishte mundur të bënte për muaj, ndoshta vjet, pa atë gjendje vigjilence të vazhdueshme që e mbante mendjen të lidhur, edhe kur trupi kërkonte pushim. U zgjua në orën 6 të mëngjesit me tingullin e një kamioni që kalonte në rrugë dhe qëndroi i shtrirë duke parë tavanin deri në orën 7, duke organizuar pjesët e ditës së mëparshme. Iris ishte aty.
18 vjet më vonë, ajo ishte aty. Ai u përpoq, siç kishte provuar disa herë në vitet e mëparshme, të ndërtonte brenda vetes një distancë racionale nga ajo, ta trajtonte atë si një kapitull të mbyllur që ishte hapur pa pritur. Të menaxhonte situatën siç menaxhonte çdo situatë të ndërlikuar, me objektivitet, me planifikim, me ftohtësinë që ishte bërë mjeti më i besueshëm i arsenal të tij gjatë 2 dekadave. Nuk funksionoi. Në orën 8 të mëngjesit, ai ishte në vendin e vetëm në qytet që shiste bukë të nxehtë dhe bleu më shumë se sa i duhej, pa kuptuar plotësisht se çfarë po bënte, derisa e gjeti veten duke ngarë nëpër rrugën e pluhurosur, me bukët e mbështjella në sediljen e pasagjerit dhe dritaren e hapur për ajrin që erdhte si bar dhe toka e lagur nga shiu që kishte rënë gjatë natës. Kur arriti në pronë, porta ishte e hapur. Iris ishte në kopsht, në gjunjë, duke nxjerrë barrat e këqija me duar. Dëgjoi makinën duke arritur dhe u ngrit duke i fshirë duart në pantallona para se të shikonte drejt tij. Herët, tha ajo. Solla buk, u përgjigj ai sikur kjo shpjegonte gjithçka. Ajo pa pambukun në duart e tij. Ka kafe brenda, tha ajo dhe u kthye në kopsht. Mund ta bësh vetë, tashmë e di ku është gjithçka. Ai qëndroi i ndaluar për një sekond, pastaj shkoi të bënte kafen. Ata pin kafe në verandë, të ulur në karrige të thjeshta druri që kërcasin pak kur lëvizin. Dielli ishte në një pozicion të butë, ai kohë i mëngjesit në malësi, kur temperatura nuk kishte vendosur ende të ishte mizore. Zogjt bënin zhurmë në degët afër, me një çlirim që qyteti kishte harruar se ishte i mundur. Ti gjithmonë zgjoj herët, tha ai. Këtu nuk ka zgjedhje. Kopshti kërkon orë të caktuar. Ajo lagu bukën në kafe. Ti gjithmonë flije deri vonë. Ende fle kur mund, gjë që nuk ndodh shpesh. Pse jo? Orari, mbledhjet. Ka një ndryshim kohe me asociatët në Evropë që e ndërlikon shumë. Ajo e pa atë. Atë pëlqen ajo që bën? Pyetja e zuri befas. Jam i mirë në atë që bëj. Nuk është ajo që pyeta. Ai qëndroi duke mbajtur filxhanin. Ndonjëherë, tha ai më në fund. Në vitet e para më pëlqente gjithçka. Adrenalina, ndërtimi, çdo kontratë e mbyllur ishte një fitore. Ai ndaloi. Me kalimin e kohës bëhet ndryshe. Fillon t'i bësh të njëjtat gjëra me më shumë efikasitet dhe më pak, nuk e di, më pak kuptim, ndoshta. Iris pranoi. Dhe ti kur nuk mendove të ndalesh dhe të bësh çfarë? Ajo kreu supet. Nuk e di, të pushosh, të zbulosh se çfarë të pëlqen vërtet. Më pëlqen ajo që bëj, por ti sapo the se humbi kuptimin. Ai e pa atë. Ti ende e bën këtë. Çfarë? Merr çdo gjë që them dhe e kthen në të kundërtën derisa të shoh veten përballë. Ajo nuk u përgjigj, por ki. Shte diçka në qoshet e buzëve. Jo buzëqeshje e plot, por hijen e një të tillë. Ata qëndruan një kohë në heshtje. Iris, tha ai, unë duhet të flas për kur unë u largova. Ajo qëndroi e palvizshme për një moment, pastaj e vendosi filxhanin mbi gjunjë. Aldo, më duhen 18 vjet për të arritur të vi në këtë pronë. Ai tha, më jep 10 minuta. Ajo e pa atë, pranoi një herë. Ai mori frym thellë. Kur unë u largova, filloi ai, unë mendova se ti e dinje. Mendova se ne kishim arritur një marrëveshje, se unë do të provoja, do të ndërtoja diçka jashtë këtej dhe se kur të kthehesh ai qëndrueshëm. Ai ndaloi. Por unë e di se nuk ishte saktësisht kështu. E di se unë lash shumë gjëra në ajër, gjëra që unë duhet t'i kisha thënë dhe nuk i thash, premtime që nuk kishin formë të duhur. Iris qëndroi duke parë malsin përpara. Ti nuk u ktheve, tha ajo. Zëri ishte i sheshtë. Nuk ishte akuzë, ishte regjistrim. E di. Ti thatë se do të ktheheshe, jo me datë të caktuar, por e the. Dhe pastaj muajt kaluan dhe unë fillova të kuptoj se ti nuk do të ktheheshe vërtet. Ajo ndaloi. Dhe më e keqja nuk ishte as ajo. Më e keqja ishte kur telefonatat u bën më të shkurtra, më të ndara, derisa një ditë ti ndalove së telefonuari. E di. Ti e di, ajo përsëriti. Por të diturit nuk shpjegon. Nuk shpjegon, ai pajtoi. Por unë mund të përpiqem. Ajo e pa atë. Atëherë përpiq.
Ai qëndroi një moment duke zgjedhur fjalët me kujdesin e dikujt që e di se do të tregoj diçka që nuk ka mënyrë për të dëgjuar mirë. Kisha frikë, Iris, tha ai. Jo nga ti, nga vetja, se nëse do të mbështetja këtu, nëse do të mbështetja te ti, unë nuk do të kisha guxim të vazhdoja. Ti ke qenë gjithmonë gjëja më e vërtetë që kam pasur. Dhe ajo që po përpiqesha të ndërtoja kërkonte që unë të lë mënjan gjithçka që ishte e vërtetë për një kohë. Kjo është, filloi ajo, egoiste. E di, ishte egoiste dhe e dija që ishte edhe në atë kohë. Unë e binda veten se isha strategjik, se do ta zgjidhja shpejt dhe do të kthehesha. Ai ndaloi, por ishte korallëdreqësi. Unë isha korallëdreqës. Heshtja që erdhi pas ishte e gjallë. Një zog u ul në shtyllën afër. Qëndroi aty për disa sekonda me atë palvizshmëri kurioze të kafshëve që vëzhgojnë dhe u largua. Më duhej një vit për të ndaluar së prituri, tha ajo më në fund. Zëri ishte i qetë, por kishte diçka brenda saj që ai dëgjonte qartë, një jehon e diçkaje që duhet të ketë dhembur shumë, e ruajtur me kujdes të mjaftueshëm për të mos rrjedhur më, por e pranishme. Një vit i tërë duke u zgjuar çdo ditë dhe duke parë celularin me atë shpresë idiotike se do të ketë ndonjë mesazh tën. Ajo tundi kokën lehtë. Është shumë energji e humbur, Iris. Më lër të përfundoj. Ajo tha jo me ashpërsi, por me vendosmëri. Unë nuk po të tregoj këtë që ti të ndihesh keq. Po të tregoj sepse ti kërkove 10 minuta dhe unë po i përdor të mitët. Ajo e pa atë. Pasi ndalova së prituri, fillova vërtet, vura kokën në punë, shkova pas kursit tim, ndërtova një jetë që është e imja dhe po, është një jetë e thjeshtë. Ajo tregoi përgjithsisht drejt truallit përreth, por është e imja. Çdo pjesë të saj e kam ndërtuar pa u varur nga askush. Dhe ti je mirë? Jam mirë. Por ti nuk je plotësisht mirë. Ajo e pa atë në një mënyrë që ishte gati para lajmërim. Ti ke kaluar më pak se 24 orë këtu dhe tashmë mendon se më një mjaftueshëm për të thënë këtë? Jo, tha ai, por ti ke diçka që nuk më tregove akoma dhe unë nuk e di se çfarë është, por e di se ekziston. Iris e pa atë për një kohë të gjatë. Ti ke qenë mjaft i zgjuar për të ndërtuar një perandori, tha ajo më në fund. Po mendon se je mjaft i zgjuar për të hyrë në jetën time përsëri dhe për të riorganizuar gjërat në mënyrën që dëshiron. Unë nuk po përpiqem të riorganizoj asgjë. Atëherë, çfarë po përpiqesh? Të kuptoj. Të kuptoj çfarë? Ty, tha ai thjesht. Çfarë ndodhi? Çfarë ke mbajtur? Ai ndaloi. Iris, ti the dje se kishe diçka që nuk do të më tregoje sot. Kjo do të thotë se ti ke menduar të më tregosh se ekziston ndonjë pjesë e teje që mendon se unë duhet ta di. Ajo qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Dielli kishte ngjitur mjaftueshëm saqë nxehtësia fillonte të bëhej e prekshme. Larg në malsi, një shqiponje kaloi duke fluturuar lart, atë fluturim të gjerë dhe të sigurt të dikujt që zotëron hapësirën e vet. Eja, tha ajo papritur, duke u ngritur. Ku? Do të shohësh. Ajo e çoi atë në anën tjetër të pronës. Kishin ecur për rreth 10 minuta përmes truallit, ajo duke hapur shteg në një hap që ishte i dikujt që njeh çdo pëllëm të atij toke. Ai duke ndjekur një hap pas, në heshtje, duke i kushtuar vëmendje gjithçkaje. Ata arritën në një cep të pronës ku kishte një bajam të madh, nga ato që bëjnë hije bujare me degët që hapen si erë, dhe poshtë tij një zonë që dikush e kishte pastruar dhe rrethuar me gur të vegjël të vendosur në një rreth. Në mes të rrethit kishte një kryq të vogël druri. Aldo u ndal. Kush? Filloi ai. Vajza ime, tha ajo. Bota u ndal. Ai u kthye drejt saj. Iris po shikonte kryqin me një shprehje që ishte për kufizimi i dikujt që tashmë ka qarë gjithçka dhe ka mbetur vetëm paqja e vështirë e asaj që nuk mund të zhbëhet. Ke pasur një vajzë? Tha ai, ulët. Kam pasur, tha ajo. Ajo kishte 3 vjet kur ishte një infeksion. Në atë kohë unë ende nuk kisha punën në qendrën shëndetësore. Ne banonim në Pogradec dhe qasja në spitalin e Korçës ishte e ndërlikuar. Ajo ndaloi. Kur arritëm atje, tashmë ishte shumë vonë. Aldo qëndroi duke parë kryqin e vogël prej druri. Si quhej? Lara. Ai qëndroi në heshtje. Babai, filloi ai. Nuk qëndroj, tha ajo, thatë.
U zhduk para se ajo të linte. Ajo I kreu krahët mbi gjoksin e vet në një gjes që ishte gati një përqafim. Unë e rrita vet. Ishin 3 vjet. Ajo ndaloi. Ishin 3 vitet më të mira të jetës sime dhe më të vështira. Aldo qëndroi duke parë atë kryq të vogël me emrin Lara, të gdhendur në dru dhe ndjeu diçka brenda gjoksit që nuk dinte ta emëronte si duhet. Nuk ishte faj, saktësisht, sepse ajo që kishte ndodhur në një jetë që ai kishte zgjedhur të mos ndaj. Por ishte një peshë. Peshën e gjithçkaje që nuk di për dikë që ke dashur. Çfarë ndodhi ndërsa ti ishe diku tjetër duke ndërtuar diçka tjetër? Iris, tha ai. Ajo u kthye drejt tij. Më vjen shumë keq, tha ai. Ajo e ndjeu atë. Nuk tha se ishte mirë. Nuk tha se kishte kaluar, thjesht e ndjeu atë. Gjesti I sinqert I dikujt që pranon një ndjenjë pa pasur nevojë ta minimizojë atë. Ata qëndruan aty në heshtje për disa minuta, në mbajamin, me erën që kalonte nëpër degët mbi ta dhe duke bërë atë tingull të gjetheve që fërkohen njëra me tjetrën. Ajo do të kishte. Filloi Iris dhe ndaloi duke bërë një llogaritje mendore. Ajo do të kishte 8 vjet tani. Aldo e pa atë dhe e kuptoi në atë moment se e kishte kuptuar shumë gabim jetën e kësaj gruaje. Ai kishte imagjinuar, pa vetdije për këtë, por kishte imagjinuar se ajo kishte mbetur aty në atë brendësi, në një gjendje pritjeje, sikur koha e saj kishte kaluar më ngadalë, sepse ajo kishte mbetur dhe ai kishte dalë, sikur jeta e thjeshtë që ajo çonte ishte në një farë mënyre një jetë më e vogël, me më pak peshë, me më pak ngjarje. Iris kishte jetuar, kishte punuar deri në kufi, kishte dashur, kishte humbur, kishte rindërtuar, kishte humbur përsëri dhe kishte vazhduar me atë kokfortësi të qetë të dikujt që mëson se nuk ekziston tjetër zgjedhje përveç të vazhdosh. Ai ishte I vetmi që kishte mbetur I ndaluar brenda gjithë asaj lëvizjeje, të gjitha atyre arritjeve, të gjitha atyre kontratave dhe udhëtimeve dhe adresave të ndryshme. Ai kishte mbetur I ndaluar në një pikë fikse brenda vetes që kur nuk kishte lëvizur. Unë u largova, tha ai ulët. Dhe megjithatë ti je ajo që ka jetuar më shumë. Ajo e pa atë me një shprehje që ai nuk arriti ta deshifronte plotësisht. Jeta nuk kërkon leje, tha ajo. Ajo ndodh sido që të jetë. Ajo I hodhi një vështrim të fundit kryqit dhe filloi të ecë përsëri drejt shtëpisë. Ai qëndroi një moment akoma duke parë Laran, emrin e një vajze që kishte ekzistuar, që kishte qenë e dashur, që kishte ikur dhe kishte lënë atë hapësirë të rrethuar me gur si regjistri I vetëm I dukshëm se kishte qenë në boll. Pastaj e ndoqi Iris. Atë pasdite ata punuan së bashku në kopsht. Nuk ishte diçka e planifikuar. Kur u kthyen në shtëpi, Iris mori mjetet pa thënë asgjë dhe shkoi në zonën e mbjelljeve. Dhe Aldo thjesht shkoi me të. Ajo e pa atë me një shprehje mosbesimi të lehtë. Ai burr me kostum të shtrenjtë dhe këpucë lëkure duke shkelur në tokën e një kopshti nuk ishte një imazh që bënte kuptim të menjëhershëm. A e di se çfarë po bën? Pyeti ajo. Jo, tha ai, por ti mund të më mësosh. Ajo e pa atë për një moment, pastaj I dorëzoi një dëras të vogël. Këto lisa kërkojnë të ajrohen. Ti do të kalosh dërasën kështu ngadalë, pa I hequr rrënjët. Ai e bëri, gaboi. Ajo e korrigjoi pa dram. Ai provoi përsëri. Ata punuan për gati 2 orë duke folur pak. Dhe në atë heshtje prodhuese kishte diçka që Aldo nuk e dinte se kishte nevojë. Ndjenja për të bërë diçka konkrete me duart, rezultati I së cilës ishte I dukshëm në kohë reale. Jo një kontratë që do të duhej muaj për t'u materializuar. Jo një projekcion financiar për 10 vjet. Një kopsht, tokë, rrënjë. Në fund të pasdites, kur dielli filloi të perëndonte dhe hija e pemëve u zgjat përmes truallit, ata u ulën përsëri në verandë. Aldo I kishte duart e ndyra me tokë. Iris e pa atë. Kur ishte hera e fundit që bëre diçka me duart, ai mendoi, nuk më kujtohet. Ajo pranoi. Mungon. Mungon, ai pajtoi. Nuk e dija se mungonte deri tani. Ajo qëndroi duke parë malsin. Aldo. Po. Unë kam nevojë që ti të kuptosh diçka. Ajo tha me kujdes. Unë nuk jam një problem që ti erdhe për ta zgjidhur. Unë nuk jam një detaj I pezull I jetës sate që ti do ta mbyllësh dhe të qëndrosh I qetë. Unë jam një person I plot, me një jetë të plot që ka funksionuar pa ty për shumë vjet.
E di. Atëherë, kur ti thua se më do përsëri, ajo e pa atë. Çfarë do të thotë kjo saktësisht? Ti do të më marrësh dhe të më çosh në Tiranë, të më vendosësh në apartamentin tënd të madh, të më përfshish në orarin tënd midis një mbledhjeje dhe tjetrës? Jo. Atëherë çfarë? Ai qëndroi duke parë duart e ndyra me tokë. Ende nuk e di. Ai tha me një sinqeritet që e befasoi. Thjesht e di se kur unë imagjinoj të largohem përsëri nga këtu dhe të lëty këtu, diçka pengohet. Siç u pengua në zyrën e gjendjes civile, siç u pengua në 18 vitet e fundit, sa herë që u përpoqa të ndaloj së menduari për ty përgjithmonë. Ajo qëndroi në heshtje. Kjo nuk është përgjigje e mjaftueshme, tha ajo më në fund. Nuk është. Ai pajtoi, por është e sinqertë. Është. Ajo pranoi ngadalë. Ti mund të kthehesh nesër, tha ajo. Ai pothuajse buzëqeshi. E njëjta përgjigje si dje. Porta është e hapur, tha ajo. Mund të jetë se ajo do të vazhdoj të jetë kështu për një kohë. Mund të jetë që jo. Ajo u ngrit. Kjo varet nga ti. Aldo kaloi javën në vijim në Peshkopi. Anuloi mbledhjen e premtes me dërë. Renaton anuloi fluturimin për Tiranë, anuloi 2 konferenca video me asociatët evropian, gjë që shkaktoi një zjarr në grupën e brendshme të kompanisë të cilin ai administroi me mesazhe, duke deleguar, duke riorganizuar, duke zgjidhur në distancë me kompetencën e dikujt që kishte ndërtuar një strukturë mjaftueshësisht të fortë për të funksionuar pa praninë fizike të tij për disa ditë. Marcel thiri 4 herë ditën e parë. Me gjithë respektin, Aldo. Çfarë po ndodh? Pyeti ai në telefonatën e tretë me atë sinqeritet të kujdesshëm që ishte shenja e regjistruar e dikujt që kishte mësuar të ishte i drejt për drejt pa kaluar kufi. Ti zhdukesh në brendësinë e Korçës, anulon mbledhje kritike dhe informacioni i vetëm që më jep është se po zgjidh një çështje personale. Është pikërisht kjo, tha Aldo. Dhe shitja e pronës po zgjidhet gjithashtu. Blerësi po shtyp. Ai ka interesime të tjera. Atëherë ai do të pres ose do të kërkoj interesat e tjera? Heshtje nga ana tjetër. Në rregull, tha Marcel. Por të paktën më thuaj nëse je mirë. Aldo pa nga dritarja e dhomës së hotelit rrugën e zënë të Peshkopisë. Njerëzit duke ecur ngadalë, ritmi i brendësisë që nuk kishte nxitim për të arritur askund, tregu përballë rrugës me kuti frutash në trotuar. Jam, tha ai, më mirë se sa isha për një kohë të mirë. Çdo ditë ai shkonte në pronë. Arrinte herët në mëngjes, ndonjëherë para se ajo të fillonte aktivitetet e para. Dhe pak nga pak gjeti një hapësirë në ato mëngjese. Ajo i tregonte, pa ceremon, çfarë duhej bërë. Një seksion i gardit që po u përulej, një tub në obor që pikonte, kopshti që kërkonte vëmendje të vazhdueshme. Aldo ishte i tmerrshëm pothuajse në çdo gjë. Gaboi goshtën 3 herë para se ta fusë si duhet. U përpoq të shtrëngoj tubin në një mënyrë të gabuar dhe përfundoi duke i lagur të dy. Hoqi një bim të tërë nga kopshti kur duhej të kishte hequr vetëm rrënjën e dëmtuar. Iris nuk qeshi, por kishte diçka në sytë e saj që ishte afërsisht afër saj. Ti je i tmerrshëm në këtë, tha ajo kur ai lëshoi çekiçin pas përpjekjes së tretë të dështuar me gardin. E di. Kur nuk ke riparuar asgjë në shtëpinë tënde. Kam një ekip mirëmbajtjeje. Ajo tundi kokën me atë shprehje të dikujt që gjen një provë të diçkaje që tashmë dyshonte. Ti nuk ke idenë se si është të jetosh vërtet, tha ajo. Jo me mizori, me një objektivitet që ishte gati për zemërsi. Ti po më mëson, tha ai. Dhe ishte e vërtet. Të njëjtën e asaj jave, duke u kthyer në hotel në pasdite, Aldo gjeti një surprizë që nuk e priste. I ulur në pritjen e hotelit me atë mënyrë të dikujt që është në një vend që e konsideron thellësisht të papërshtatshëm, ishte vëllai i tij më i madh, Ralph Doda, 46 vjeç, asociat minoritar i kompanive. Dhe personi që në heshtje kishte menaxhuar pjesën më të madhe të marrëdhënieve të familjes për vite. Ralph. Aldo ndaloi në hyrje. Duhet të jetë shumë e rëndësishme që ti të shfaqesh. Ralph u ngrit. Marcel më telefonoi. Asociatët evropian telefonuan. Renato telefonoi. Vendosa të vi vetë për të kuptuar çfarë po ndodh. Ti erdhe nga Tirana deri këtu? Erdha. Ai e pa vëllan.
Je mirë? Jam. Ti dukesh ndryshe. Diferente si? Ralph e studioni për një moment. Më pak i mbërthyer, tha ai. Çfarë po ndodh? Aldo e pa atë. Kam takuar Iris. Emri ra në heshtjen e pritjes së hotelit me peshën e dikujt që hedh një gur në ujë të ndenjur. Ralph qëndroi i palvizshëm për një moment. Iris Valente. E njëjta. Ajo është këtu, po banon në pronë. Xhaxhai ynë e la atë të përdor shtëpinë para se të vdiste. Ralph procesoi atë. Dhe ti, filloi ai. Po qëndroj, tha Aldo. Sa kohë? Një javë. Ralph e pa vëllan me një shprehje komplekse. Nuk ishte mosmiratimi, por kishte atje një shqetësim që ai nuk po përpiqej ta fshijë. Aldo, tha ai, kjo grua, ju mbaruat para 18 vitesh. Shumë gjëra kanë ndryshuar. E di. Ti anulove mbledhje të rëndësishme për shkak të kësaj. E di. Ti po rrezikon pozitën tënde në një negociat që zgjati muaj për tu. Ralph. Aldo e ndërpreu me qetësi. Unë të dëgjova dhe të dëgjoj, por kjo nuk është një krizë dhe unë nuk kam nevojë të shpëtoj. Heshtje. A do të tregosh se çfarë ndodhi vërtet me ju, tha Ralph më në fund. Vërtet, jo versionin që më dhe atëherë. Aldo qëndroi një moment. Hajde lart në dhomë, tha ai. Unë të tregoj. Ata qëndruan në dhomën e hotelit deri vonë, të ulur në tavolinën e vogël me 2 gota me ujë. Dhe Aldo tregoi jo versionin e përmbledhur, të menaxhuar që kishte dhënë gjatë viteve kur dikush pyeste, por versionin e vërtetë. Se ai e kishte dashur Iris që nga 19 vjeçi, kur ajo ishte 18 dhe punonte në banakun e një furre buke ku ai kalonte çdo mëngjes rrugës për në punë, se kishin qenë së bashku për gati 4 vjet. Vite që ai kishte provuar t'i minimizonte në kujtesë dhe që, në të vërtetë, ishin më të gjalla që kishte, se kur u shfaq mundësia në Tiranë, një asociat i gatshëm për të investuar në një ide që Aldo kishte zgjerë për muaj. Ai kishte shkuar dhe i kishte thënë Irisit se do të kthehej, por në thellësi e dinte se ajo që donte ishte të nisej pa angazhim, pa spirancë, i lirë për t'u bërë ajo që donte të bëhej. Ti e braktise, tha Ralph. Jo me gjykim, me qartësi. Po, tha Aldo. Dhe tani çfarë po do? Të kërkesh falje pas 18 vitesh? Të filloj me kërkesën e faljes. Të shoh se çfarë vjen më pas. Ralph qëndroi në heshtje për një moment. Ajo është e gatshme? Nuk e di akoma, por ajo nuk më dëboj. Kjo nuk është e njëjta gjë me të qenit e gatshme. Jo, Aldo pajtoi. Por është një fillim. Ralph qëndroi duke parë gotën. Ka diçka që ti nuk e di, tha ai. Aldo e pa atë. Në atë kohë kur ti u largove, Ralph ndaloi si dikush që po zgjedh fjalë me kujdes. Ajo të kërkoi. Aldo. U ndal. Çfarë? 2 muaj pas se ti u largove. Ajo erdhi në Tiranë. Unë isha aty duke vizituar një mik. A të kujtohet? Ralph e pa atë. Ajo arriti në adresën që ti kishe lënë asaj, por ti kishit ndryshuar apartament pa njoftuar. Ajo kaloi 2 ditë duke u përpjekur të lokalizonte, telefonoi në zyrën ku ti kishe filluar të punosh dhe një sekretare tha se ti ishe në mbledhje dhe se do të kalonte fjalën. Heshtja ishte absolute. Ti kur nuk më the këtë, tha Aldo. Zëri doli më i ullët se sa priste. Ti kur nuk pyete, Ralph. Në atë kohë unë mendova se ti e dinje, tha Ralph. Më pas mendova se ishte gjë e rregulluar mes jush. Ai ndaloi. Vetëm shumë më vonë e kuptova se ti në fakt nuk e dinje. Dhe atëherë duhej të më kishe thënë. Po, Ralph pajtoi thjesht. Duhej. Aldo u ngrit, shkoi deri në dritare, qëndroi duke parë rrugën e errët jashtë. Iris kishte shkuar pas tij, kishte shkuar deri në Tiranë, kishte provuar dhe ai kur nuk kishte ditur, ose ndoshta një pjesë e tij, një pjesë e varrosur dhe e pa ekzaminuar, kishte shmangur të dinte. Kishte lënë një adresë të përditshme, kishte ndryshuar pa njoftuar, kishte krijuar distancë të mjaftueshme që çdo përpjekje kontakti i saj të pengohej nga një mur i padukshëm. Nuk kishte qenë vetëm korallëdrejtësi për të ikur, kishte qenë korallëdrejtësi për të pritur përsëri. Ajo e di se ti më tregon këtë, pyeti ai. Jo, tha Ralph.
Unë kur nuk kam folur me të për këtë. E pash vetëm atëherë rastësisht në një bufet pranë adresës. Ajo ishte me pamje të dikujt që kishte qarë dhe po mbante një copë letre me adresën. Bëra llogari dhe e kuptova se çfarë ishte. Aldo qëndroi duke parë rrugën. Unë duhet t'i tregoj asaj, Aldo. Ajo duhet ta di. Kjo mund të ndërlikoj. Tashmë është e ndërlikuar. Ai u kthye. Ky është pikërisht çështja, Ralph. Gjithçka mes meje dhe saj tashmë është e ndërlikuar. Por unë kam kaluar 18 vjet duke u përpjekur ta thjeshtëzoj në mënyrën e gabuar, që është duke u bërë sikur nuk ekzistonte. Ai pa vëllan. Kjo mbaroi. Në mëngjesin tjetër, kur arriti në pronë, Iris po bënte rrush të thata artizanal, një proces që ajo kishte mësuar nga gjyshja dhe që shiste her pas here për njerëz të qytetit. Soba me dru ishte ndezur dhe era e lëngut të manit të zier mbushte të gjithë shtëpinë. Ajo e pa atë kur ai hyri. Ti ke pamje të dikujt që nuk ka fjetur. Nuk kam fjetur shumë, tha ai. Vëllai im erdhi dje, Ralph. Ai më tregoi diçka. Ajo vazhdoi të trazonte lëngun me një lugë me bisht të gjatë, pa ndaluar. Çfarë të tregoj? Që ti erdhe në Tiranë. 2 muaj pas se unë u largova. Lugë ndaloi. Iris qëndroi me shpinë për të për një sekondë. 2. Pastaj u kthye me një shprehje që ai tashmë e njihte. Ajo kombinim i dhimbjes së vjetër dhe zemërimit të përmbajtur, që kishte qenë i pranishëm që nga ribërja e parë, por që tani kishte emër dhe kontekst. Ai të tregoi. Ajo tha. Po, pas 18 vjetësh. Po. Ajo qëndroi duke parë atë. A e dinje? Jo, tha ai. Unë betohem se nuk e dija. Ajo qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke parë atë me atë intensitet të dikujt që po vlerëson nëse një deklaratë është e vërtetë. Unë erdha, tha ajo më në fund. Kisha vendosur se do të flisja personalisht se çfarë mendova për gjithçka, se do të shikoja në sy dhe do të pyesja nëse ishte e vërtetë apo ishte gënjeshtër që nga fillimi. Ajo ndaloi, por ti kishit ndryshuar adresë pa më njoftuar. Sekretarja tha se do të kalonte fjalën. Ti kur nuk telefonove përsëri. Unë kur nuk e mora fjalën, tha ai. Por kjo nuk ka rëndësi, sepse edhe nëse do ta kisha marrë në atë moment, unë po e bindja veten se ishte më mirë të mos shikoja prapa, se ishte më e lehtë për ne të dy kështu. Më e lehtë për ty, tha ajo drejt për drejt. Po, ai pajtoi. Më e lehtë për mua. Ajo qëndroi duke parë soben. Lëngu i manit vlojte butësisht dhe era e ëmbël dhe e rënd e lëngut të zier mbush hapësirën mes tyre. A e di se çfarë dhembi më shumë, tha ajo ulët. Më trego. Nuk ishte fakti që ti u largove, tha ajo. Ishte fakti që unë shkova pas dhe kuptova se as për këtë nuk meritoja një përgjigje. Ajo u kthye drejt ti. Ti më bëre të ndihem sikur unë nuk i vleja as kohën e një telefonate. Aldo qëndroi duke parë atë dhe nuk tha asgjë, sepse nuk kishte frazë të duhur për atë. Nuk kishte fjalë që të riparonte peshën specifike të asaj që ajo sapo kishte thënë. Kishte vetëm të vërtetën e saj të ulur në ajër për t'u njohur pa rezervë. Ti meritoje më shumë se sa unë të dhash, tha ai më në fund. Ajo pranoi ngadalë. Unë e di këtë, tha ajo. Unë e mësova këtë dhe kjo është ajo që të kushtova. Ajo qëndroi në heshtje për një moment, pastaj u kthye te lëngu i manit duke e trazuar ngadalë, duke parë zjarrin. Pse po më tregon këtë tani? Pyeti ajo. Sepse ti duhet të dish se ajo që ndodhi nuk ishte se ti nuk ishe e mjaftueshme, tha ai. Ishte se unë nuk isha i mjaftueshëm. Të mos kisha guxim të mjaftueshëm për të qëndruar, as guxim të mjaftueshëm për të pritur kur ti u përpoqe. Ajo nuk u përgjigj. Iris, tha ai. Po. Më shiko. Ajo e pa atë. Unë e di se nuk ekziston mënyrë për ta zhbërë këtë. Nuk ka falje të drejtë. Nuk ka gjest mjaft të madh për të kompensuar 18 vjet. Ai ndaloi. Por unë jam këtu tani dhe unë dua të bëj ndryshe nëse ti më jep hapësirë për këtë. Ajo qëndroi duke parë atë për një kohë të gjatë. Pastaj pa lëngun e manit, zjarrin, duart që ajo i mbante në lugë, me atë vendosmëri të dikujt që po vendos diçka ndërsa po bën diçka tjetër.
Ti do të hash drek këtu, tha ajo më në fund. Ai qëndroi një moment. Kjo është një po. Kjo është oriz me pul, tha ajo. Pjesën tjetër e shohim. Në 2 javët në vijim, diçka ndryshoi në mënyrën se si ata lëviznin rreth njëri tjetrit. Nuk pati deklarat formale, nuk pati bisedë me fillim, mes dhe fund, ku të dy pajtoheshin për diçka. Ishte më graduale se kaq dhe më e sinqertë, si gjërat që rriten ngadalë dhe mbeten, në krahasim me ato që vinë me forcë dhe kalojnë. Aldo kishte arritur një marrëveshje me hotelin për të qëndruar për një kohë të pacaktuar. Kishte punësuar një person besimi për të menaxhuar operacionet e përditshme të kompanive në Tiranë, me kontroll periodik nga larg. Ralph kishte kthyer në Durrës duke pëshpëritur, por pa bindur vëllan për asgjë. Çdo ditë ai shkonte në pronë, qëndronte deri në fund të pasdites. Ndonjëherë ngrinte darkë, ndonjëherë jo. Kishte një lexim që Iris bënte nga humori i vet, një perceptim i holl i kur i duhej hapësirë. Dhe ai mësonte ta lexonte përsëri. Ajo ishte më e mbyllur të martave. Ai e vuri re këtë në javën e dytë, se të martave ajo bëhej më e qetë, më e largët, me atë trishtim të butë që nuk ishte i drejtuar asaj në veçanti dhe që ajo nuk përpiqej ta shpjegonte. Ai nuk pyeti. Vetëm të martën e tretë ai e kuptoi. Ishte dita kur Lara kishte vdekur. Çdo javë, pa shmangje, arrinte ajo ditë dhe pesha vendosej pa kërkuar leje. Atë të martë, ai nuk shkoi në mëngjes. Shkoi në pasdite, arriti pa njoftim dhe e gjeti Irisin të ulur në mbajamin me një fletore në gjë duke shkruar. Ajo e dëgjoi duke arritur, nuk tha asgjë. Ai shkoi atje, u ul në tokë pranë saj, i mbështetur në trungun e gjerë të pemës, duke parë drejt të njëjtit horizont që ajo po shikonte. Ata qëndruan kështu për gati një orë në heshtje. Para se të largohej, ai tha vetëm, ajo ishte me fat që të pati ty. Iris qëndroi një moment në heshtje. Unë isha me fat, tha ajo ullët. Për 3 vitet që patëm. Ai u largua pa asgjë më shumë. Dhe të mërkurën ajo ishte përsëri normale, më e lehtë, si dikush që ka kaluar nëpër një vend të vështirë dhe ka gjetur rrugën e daljes në anën tjetër. Ditën e 15-të, kur ai arriti në mëngjes, kishte një makinë të parkuar pranë shtëpisë, një automjet të vjetër me targ të Korçës që ai nuk e njihte. Qëndroi ndaluar për një moment duke vlerësuar dhe pastaj hyri gjithsesi. Brenda shtëpisë kishte një grua rreth 50 e disa vjeç, e shkurtër, flokë të përhime, të mbledhur, me atë mënyrë të veçantë të dikujt që ka kaluar jetën në qytete të vogla dhe ka mësuar të zërë hapësirë pa ceremon. Ajo ishte ulur në tavolinë me Iris duke pirë kafe dhe të dyja dukej se ishin në mes të një bisede që vinte nga larg. Të dyja e pan atë kur hyri. Më falni që ndërhyj, tha ai. Mund të hysh, tha Iris. Kjo është zonja Teresa. Ajo ishte fqinja ime në Pogradec për shumë vjet. Ai pranoi për gruan. Gëzohem, zonja Teresa. Gruaja e vlerësoi atë me një objektivitet të padisfrazuar që ishte karakteristik e dikujt që nuk ka kohë për hollësi. Ti je ai Aldo? Pyeti ajo. Jam. Ajo piu një gëlltim kafeje. Iris më foli për ty. Gjëra të mira, shpresoj. Gjëra të sinqerta, tha ajo. Që nuk është gjithmonë e njëjta gjë. Ai nuk e dinte nëse të qeshte apo të shqetësohej. Dhe shpreha që bëri në mes të rrugës duhet të jetë komike, sepse Iris i shmang syt me shpejtësi. Zonja Teresa qëndroi për gjysmë ore të tjerë. Kur u largua, e përqafoi Iris me atë ngurtësi të dikujt që përqafon vërtet. I pa Aldon për herë të fundit me atë vlerësim të drejt për drejt dhe doli pa thënë asgjë më shumë. Aldo qëndroi duke parë derën e mbyllur. Ajo më vlerësoi, tha ai. Ajo vlerëson të gjithë, tha Iris duke mbledhur filxhanët. Dhe? Çfarë i the për mua? Iris e pa anash. I thash se ti ishe burri që u largua dhe u kthye. Vetëm kjo? Ajo qëndroi një moment. I thash se ende po shikoja se çfarë kishe ardhur të kërkosh vërtet. Ai qëndroi duke parë atë. Dhe ti ke ndonjë përgjigje për këtë? Ajo i vendosi filxhanët në lavaman, qëndroi me shpinë për një moment. Kam më shumë pyetje se sa përgjigje, tha ajo. Por pyetjet janë të ndryshme nga ato që ishin kur ti erdhe. Të ndryshme si? Ajo u kthye.
Kur ti erdhe, unë vazhdimisht pyesja veten se çfarë doje. Tani, ajo ndaloi duke zgjedhur. Tani unë pyes veten se çfarë dua unë. Ai qëndroi shumë i qetë. Dhe çfarë do ti, Iris? Ajo e pa atë me atë objektivitet që ishte gati fizike. Unë dua të jam e sigurt se nëse të le të hysh brenda vërtet, ti nuk do të largohesh përsëri në mënyrën se si u largove herën e parë, tha ajo. Sepse herën e parë unë mbijetova. Ajo ndaloi. Nuk dua të zbuloj nëse do të mbijetoja përsëri. Heshtja që erdhi pas ishte e asaj lloji që kërkon të plotësohet me veprim, jo me fjalë. Aldo bëri një hap drejt saj. Ajo nuk u tërhoq. Ai arriti mjaftueshëm afër që të dy të ndjenin peshën e asaj hapësire mes tyre. Atë hapësirë që ishte plot me gjithçka që kishte ndodhur dhe që asnjëri prej tyre nuk mund ta shbënte, por që ishte edhe plot me gjithçka që ende nuk kishte ndodhur. Ai ngriti dorën dhe preku fytyrën e saj ngadalë, me atë kujdes të dikujt që prek diçka që mund të thyet dhe gjithashtu të dikujt që e di se ajo nuk do të thyet, sepse kishte mbijetuar shumë gjëra. Ajo i mbylli syt për një sekondë. Unë nuk do të largohem, tha ai ulët. Jo sepse po premtoj, sepse po zgjedh. Ajo i hapi syt. Ka ndryshim. Ka, tha ai. Premtimi është ajo që bëra më parë. Zgjedhja është ajo që po bëj tani. Ajo e pa atë për një kohë të gjatë dhe pastaj erdhi më afër dhe e mbështeti ballin në të tijin. Dhe të dy qëndruan kështu, të ndaluar në kuzhinën e vogël që errte si kafe dhe si tokë nga jashtë, me diellin e mesditës duke vizatuar 4 orë drite në 2 sheme. Dhe asnjëri prej tyre nuk tha asgjë më shumë për një kohë. Nuk kishte nevojë. Në atë pasdite, ndërsa punonin në kopsht, Aldo tha diçka që kishte qenë ruajtur me më shumë kujdes se pjesa tjetër. Unë nuk dua më të shes pronën. Iris ndaloi, e pa atë. Çfarë? Unë dua ta mbaj atë, tha ai. Të riparoj. Ndoshta jo shtëpinë kryesore, ndoshta të ndërtoj diçka të re. Por duke e mbajtur këtë këtu. Ai pa truallin përreth. Unë dua të kem një vend që të jetë i vërtetë. Ajo qëndroi duke parë atë me atë shprehje të dikujt që po vlerëson se sa e vërtet ka në një deklaratë. Dhe Tirana? Tirana nuk do të marrë fund. Kam një biznes që funksionon dhe që do të vazhdoj të funksionoj me apo pa praninë time ditore. Ai ndaloi. Unë kam kaluar 20 vjet duke ndërtuar një kompani që më konsumonte të tërën. Tani dua të ndërtoj një jetë që më bën kuptim këtu. Ai ndaloi, këtu dhe në vende të tjera gjithashtu, por me një qendër. Dhe ti je qendra. Ti mund të jesh, nëse do të jesh. Ajo qëndroi duke parë atë për një kohë që ai nuk e nxitur. Ti e di se unë nuk do të shkoj në Tiranë, tha ajo. Nuk ka të bëj me mosdashur, ka të bëj me atë që kam ndërtuar këtu. Kopshti, qendra shëndetësore, njerëzit që varen nga unë këtu. E di. Dhe ti po thua se do të qëndrosh këtu? Unë po thua se dua, tha ai. Nuk po thua se do të jetë e lehtë ose se do të jetë një tranzicion i thjeshtë, por po thua se kjo është drejtimi që unë dua të ndjej. Ajo qëndroi një moment të gjatë në heshtje. Aldo. Po. Nëse ti e bën këtë dhe pastaj ndryshon mendje, ajo e pa drejtë. Unë nuk do të jem në dispozicion për të qenë arsyeja për të cilën ti kthehesh. A e kupton? E kuptoj. Unë kam nevojë që ti ta kuptosh vërtet. Unë nuk jam duke qenë e vështirë. Jam duke qenë e sinqert për atë që mund të duroj dhe atë që nuk mund të duroj më. E kuptoj, tha ai. Dhe përgjigja mbetet, unë dua të qëndroj. Më vonë, atë javë, erdhi momenti që asnjëri prej tyre nuk e kishte planifikuar, por që të dy e dinin se po afrohej. Aldo kishte kaluar pasditen duke rregulluar një pjesë të gardhit të fundit të pronës, këtë herë pa gabuar goshtën, pas 2 javësh praktik të pavullnetshme. Dhe kur u kthye në shtëpi tashmë po errësoi. Iris kishte përgatitur supë perimesh që qëndronte në sobë, duke lëshuar një erë që ai kishte harruar se ekzistonte. Ata hëngrën darkë. Pas darkës, ai qëndroi dhe nuk u largua. Ata biseduan deri vonë, jo për të kaluarën këtë herë, jo për të ardhmen që po ndërtohej me fjalë të kujdesshme.
biseduan për gjëra më të vogla, zogun që Iris kishte parë në bajam atë pasdite dhe që ajo besonte se ishte një shqiponje e kuqe, recetën e rushit të thatë që ajo kishte ndryshuar lehtë dhe që doli më e mirë. Një histori qesharake e një pacienti nga qendra shëndetësore që kishte arritur i bindur se kishte tension të lartë dhe, në të vërtetë, ishte vetëm i gjumë. Ai qeshi vërtet. Ajo gjithashtu. Dhe pati një moment në një heshtje që erdhi midis një historie dhe tjetrës, kur të dy e kuptuan në të njëjtën kohë se ishin, përsëri, njerëzit që kishin njohur 20 vjet më parë, jo të njëjtët njerëz, versione më të rënda, më komplekse, të shënuara nga jeta në mënyra që asnjëri prej tyre nuk kishte zgjedhur, por me atë fill lidhjeje që kishte mbijetuar gjithçka, i shtrirë deri në kufi, por i paprekur. Ajo e pa atë. Ti ke pamje të dikujt që do të thotë diçka. Kam, tha ai. Atëherë thuaj. Ai e pa atë. Unë të dua, tha ai. Unë kur nuk ndalova së të dashuruari. Nuk e thash kur duhej, as në mënyrën se si duhej. Po e them tani sepse është e vërtet dhe sepse ti meriton ta dëgjosh. Iris qëndroi duke parë atë. Unë dëgjoj, tha ajo më në fund. Dhe unë do të më duhet kohë, tha ajo me sinqeritet, për të ditur se çfarë bëj me këtë. Në rregull, nuk është një refuzim. E di, tha ai. Është sinqeritet dhe unë preferoj sinqeritetin tënd mbi çdo gjë tjetër. Ajo pranoi, pastaj u ngrit, shkoi të merrte më shumë ujë dhe kur u kthye u ul më afër se sa kishte ulur më parë. Dhe kjo, për momentin, ishte e mjaftueshme. Blerësi i pronës telefonoi personalisht. Ishte një biznesmen nga Korça që e kishte identifikuar truallin si potencial për një fermë prodhimi misri dhe që kishte pritur me durim të arsyeshme procesin burokratik të zgjidhej. Por pas një muaji pa nënshkrim, durimi i tij kishte arritur kufirin. Doda, tha ai në telefon me atë mirësjellje që është versioni i lëmuar i presionin. Më duhet ta përcaktojmë këtë shpejt. Kam projekte të tjera që varen nga ky truall. E kuptoj, Henry, tha Aldo. Ishte ulur në verandën e pronës në mëngjes me diellin akoma të butë. Por unë kam marrë një vendim tjetër. Heshtje. Tjetër si? Nuk do ta shes. Heshtje më e gjatë. Po tallesh. Jo, Aldo. Ne kemi një propozim formal. Avokati yt tha. Avokati im do të hyjë në kontakt me ty sot për të zgjidhur procedurat e heqjes dorë. Ti do të marrësh një kompensim për kohën e investuar, siç ura dakord në klauzolën e heqjes dorë, tha Aldo me atë objektivitet të pastër të dikujt që mbyll kontrata për 20 vjet. Më vjen keq për shqetësimin. Ti e di se kjo do të ndikojë në reputacionin tënd në treg. Mund të jetë, tha Aldo. Por unë kam pasur reputacion të mjaftueshëm për shumë vjet. Tani dua diçka tjetër. Ai mbylli. Qëndroi duke parë malsin përpara. Nga brenda shtëpisë erdhi tingulli i Irisit duke kënduar ulët ndërsa bënte diçka në kuzhinë. Ai zakoni saj për të kënduar pa e vënë re që ai e kishte njohur që në javën e parë si një nga tingujt më specifik të kujtesës që kishte për të. Ai telefonoi Marcelin, më duhet të më dërgosh listën e pasurive të patundshme rurale në shitje brenda rrezës 50 km nga Peshkopia. Ai tha. Dhe gjithashtu dua kontaktin e një arkitekti që punon me ndërtim të qëndrueshëm, dikush që kupton adobe, ndërtim natyror. Heshtje nga ana tjetër. Në rregull, tha Marcel me atë kapacitet profesional për t'u përshtatur pa pyetur. A mund të pyes për çfarë qëllimi? Do të ndërtoj diçka këtu, tha Aldo. Një vend për të qëndruar. Iris mësoi për heqjen dorë nga shitja në pasdite. Ai I tregoi thjesht, pa bërë ceremon, ndërsa të dy po përfundonin për forcimin e fidanit të manaferës që ajo kishte mbjell javën e kaluar. Ajo ndaloi me fidanin në dorë. Ti anulove shitjen? Anulova, Aldo. Nuk është për ty, tha ai drejt për drejt përpara se ajo të mund të thoshte atë që ishte qartësisht gati për të thënë. Nuk po shtyj asgjë. Unë anulova sepse unë e dua këtë vend, pavarësisht nga çdo gjë mes nesh. Ajo e pa atë. Kjo është e vërtet? Është, tha ai. Por është gjithashtu e vërtet se një nga arsyet pse unë dua këtë vend është se këtu je ti. Ajo qëndroi në heshtje. Të dyja mund të jenë të vërteta në të njëjtën kohë, tha ai. Ajo qëndroi një moment duke procesuar.
Dhe çfarë do të bësh me 42 malësie? Ende po zbuloj, tha ai, por kam menduar për disa mundësi. Të riparoj pronën, të mbaj një pjesë për kultivim. Ti mund ta zgjerosje kopshtin nëse doje. Ndoshta diçka me blegtori familjare për të cilën unë nuk di asgjë, por mund të mësoj. Ai pauzau. Dhe ndoshta një pjesë për energji diellore. Kam kontaktet dhe njohuritë. Do të kishte kuptim. Ajo qëndroi duke parë atë me atë shprehje që ai kishte mësuar ta njohë si vlerësim autentik, jo skepticizm, por seriozitetin e dikujt që nuk pranon gjëra për gjysmë. Ti ke menduar shumë për këtë. Kam menduar për disa javë. Dhe kur vendose vërtet? Ai qëndroi një moment. Kur u ula në mbajamin me ty një të martë dhe nuk ndjeva dëshirë për të qenë askund tjetër në botë, tha ai. Ajo qëndroi duke parë atë dhe kishte diçka të ndryshme tek ajo tani. Jo, saktësisht dorëzimi, sepse Iris Valente nuk ishte personi dorëzimit, por një lloj hapjeje, si një dritare që ishte gjysmë e mbyllur dhe dikush dha një shtytje të butë nga brenda. Unë duhet të them diçka, tha ajo. Më thuaj. Ajo e vendosi fidanin në tokë, i fshiu duart në pantallona, qëndroi një moment duke parë horizontin. Kur ti u largove 18 vjet më parë, filloi ajo. Unë u zemërova për shumë kohë me ty, me situatën, me jetën. Ajo ndaloi. Por pas një kohe, ndalova së u zemëruari dhe fillova të. Ajo kërkoi fjalën. Falënderuar. Ai e pa atë. Falënderuar, sepse nëse ti do të kishe qëndruar, ajo ndaloi, unë do të kisha qëndruar gjithashtu. Ajo tha. Nuk do të kisha kërkuar kursin, nuk do të kisha dal nga zona ime e rehatis, nuk do të kisha ndërtuar pavarësinë që ndërtova. Ajo e pa atë. Të më detyroje të mbrohem vetë ishte gjëja më e vështirë që më ndodhi dhe gjithashtu ishte ajo që më bëri atë që jam. Aldo qëndroi në heshtje. Nuk po them se ishte e drejtë, ajo plotësoi. Po them se ishte ajo që ndodhi dhe që unë gjeti një mënyrë për t'i dhënë kuptim. Dhe tani? Dhe tani ti u ktheve, tha ajo. Dhe unë duhet të zbuloj nëse ajo që ndjej për ty është ajo që mbeti nga ajo që ekzistonte më parë apo nëse është diçka e re. Ajo e pa atë, sepse nëse është vetëm mbetje, nuk është e mjaftueshme. Dhe si e zbulon? Ajo qëndroi një moment. Qëndroi afër, tha ajo thjesht. Dhe i kushtoi vëmendje. Ai qëndroi edhe një muaj tjetër. Gjatë atij muaji, Ralph u kthye edhe një herë, këtë herë me një qëndrim të ndryshëm, më pak i shqetësuar, më kurioz. Qëndroi 2 ditë. Ngrinte drejt në pronë një ditë, u ul me Iris në tavolinë dhe bisedoi për orë me atë lehtësi që ai kishte me njerëzit. Dhe kur u largua, i tha vëllan diskretisht me objektivitetin e gjithmonëshëm, ajo është e ndryshme nga gjithçka që ke pasur ndonjëherë. E di. Jo si kritik, si vëzhgim. E di. Mos e prish. Unë po përpiqem të mos e prish. Ralph e përqafoi, gjë që ishte mjaft e rrallë saqë të dyve vunë re dhe u largua. Aldo filloi bisedat me një arkitekt. Jo për të rrëzuar shtëpinë prej balte. Atë ai tashmë e kishte kuptuar, pa pasur nevojë që dikush t'i thoshte se nuk duhej prekur. Shtëpia ishte e Irisit në praktik dhe në ndjenjë, dhe ai nuk do ta prekte atë. Por kishte hapësirë në pronë për të ndërtuar diçka shtesë, një hapësirë pune, një dhomë mysafiri, ndoshta me kalimin e kohës, diçka që do të ishte pjesë e atij vendi, pa u përpjekur të dominonte atë që ekzistonte tashmë. Iris shoqëroi bisedat e para me arkitektin me atë shikim kritik që ai kishte mësuar ta marrë seriozisht. Kjo dritare e madhe nuk ka kuptim këtu, tha ajo, duke treguar një skicë. Era vjen nga lindja në pasdite. Nëse vendos dritare të mëdha të kthyer atje, do të marrë vap verën. Arkitekti e pa atë. Zonja ka të drejtë, tha ai, duke rishikuar skicën. Pasi arkitekti u largua, Aldo e pa atë. Ti kupton ndërtim? Kuptoj vendin, tha ajo. Ka ndryshim. Ai buzëqeshi. Ajo gjithashtu. Ishte në një pasdite të shtunë, 6 javë pas ribërjes së parë, që diçka u zgjidh pa qenë nevojë që asnjëri prej tyre të thoshte se po zgjidhej. Ata ishin ulur në verandë. Dielli po shkonte me atë bujarit të fundit të ditës në malësi, duke i lyer gjithçka me portokalli dhe rozë me një ekstravagancë që qyteti kur nuk e lejonte të shihej si duhet. Bulkthithat ende nuk kishin filluar.
Zogjt ishin në mes të atij zhurmëmadhje që bëjnë pak para se të vijë errësira. Iris ishte me fletoren në gji. Ndonjëherë ajo shkruante në të, jo një ditar. Ajo kishte shpjeguar një herë, më shumë shënime, mendime, gjëra që ajo nuk donte të harronte. Çfarë shkruan? Pyeti ai. Ajo pa fletoren. Varet nga dita, tha ajo. Ndonjëherë është për kopshtin, ndonjëherë është për pacientët e qendrës. Ajo ndaloi. Ndonjëherë është për Laran. Ai qëndroi i qetë. Je duke shkruar për të tani? Pyeti ai me kujdes. Jo, tha ajo. E pa atë. Po shkruaja për ty. Ai qëndroi shumë i qetë. Çfarë ke shkruar? Ajo qëndroi një moment. Pastaj mbylli fletoren dhe qëndroi duke parë horizontin ngjyrë portokalli. Që ti erdhe me pamje të dikujt që kishte gjithçka dhe nuk kishte asgjë, tha ajo. Dhe se të qëndruarit pranë teje këto muajt e fundit më bëri të kujtohem për diçka që kisha pothuajse harruar. Çfarë? Që më pëlqen të kem dik, tha ajo. Jo të kem nevojë për dik, të më pëlqej. Ajo e pa atë. Ka ndryshim. Ka, tha ai ulët. Dëhër. E se ti je irritueshëm në një mënyrë që më bën mirë, ajo shtoi. Dhe kishte në qoshet e buzëve diçka që tani ishte plotësisht një buzëqeshje pa rezervë. Ai qeshi, ajo gjithashtu. Dhe pastaj qëndruan në heshtje. Por një heshtje që ishte krejtësisht e ndryshme nga heshtja e parë e tyre, ajo e tensionuar dhe e ngarkuar në buzë të rrugës ditën e ribërjes. Kjo ishte asaj lloji që ekziston vetëm kur dy njerëz kanë arritur së bashku në një vend dhe nuk kanë nevojë ta emërojnë atë për të ditur se kanë arritur. Ai mori dorën e saj, ajo nuk e hoqi. Ata qëndruan kështu ndërsa qielli shkonte nga portokalli në vjollës. Dhe bulkthithat filluan dhe ylli i parë u shfaq mbi kurorat e pemëve të shtrembra të malësisë, dhe era e tokës që ftoi ngjiste nga toka me atë specifik që është në nënshkrimi i brendësisë së Korçës dhe që ai kishte sjell 20 vjet për të kuptuar se kishte munguar. Aldo, tha ajo më në fund. Po. Ti e di se kjo nuk do të jetë e thjeshtë. E di. Unë jam e vështirë. Unë jam gjithashtu. Se do të ketë ditë që unë do të kem nevojë për hapësirë. Unë di të respektoj hapësirën. Se unë nuk do të heq dorë nga gjërat e mia. Unë nuk po kërkoj që ti të heqësh dorë nga asgjë, tha ai. Po kërkoj të jem pjesë e jetës që ti ndërtove, jo ta zëvendësoj. Ajo qëndroi duke parë atë. Pse tani? Pyeti ajo. Nga gjithçka që ke bërë, nga gjithçka që ke ndërtuar, pse tani? Ai qëndroi një moment. Sepse unë arrita në një pikë ku kisha gjithçka që kisha planifikuar të kem, tha ai. Dhe pastaj unë shikova planin dhe kuptova se kur nuk të kisha vendosur ty në të. Ai ndaloi. Jo sepse nuk doja, por sepse mendova se ti ishe pjesa që nuk futej në atë që do të ndërtoja. Dhe tani? Tani unë kuptova se ajo që ndërtova ishte ajo që nuk futej, tha ai. Ti je i gjithë plani. Iris qëndroi duke parë atë për një kohë të gjatë dhe pastaj u mbështet në shpatullën e tij dhe qëndroi aty. Në muajt që pasuan, pronës filloi të ndryshonte ngadalë në mënyrën se si gjërat ndryshojnë kur bëhen me kujdes, pa nxitim për të bërë përshtypje askujt. Ndërtimi i ri u ngrit në anën lindore të truallit duke respektuar orientimin e erës siç kishte treguar Iris. Ishte i vogël, prej adobe, i përzier me teknikë moderne, me tjegulla që mblidhnin energji diellore të mjaftueshme për të furnizuar të gjithë pronën. Aldo kishte përfshirë inxhinier nga vetë kompania e tij në projekt dhe kishte diçka simbolike në këtë që ai nuk komentoi me askënd, por që e ndjeu me qartësi. Perandoria që kishte ndërtuar dhe që, për kaq kohë, ishte identiteti i tij i vetëm, tani shërbente për të ndërtuar vendin ku ai donte të jetonte. Kopshti i Irisit u trefishua në madhësi, me më shumë sipërfaqe të disponueshme dhe me ndihmën e Aldos, ende me atë kompetencë të parregullt të dikujt që mësonte në praktikë. Ajo zmadhoi prodhimin dhe mbylli një marrëveshje me 2 dyqane ushqimore në Peshkopi. Nuk ishte gjë e madhe financiarisht, por kishte në sytë e saj, kur ajo mbylli porosinë e parë formale, një kënaqësi që ai nuk kishte parë në asgjë të lidhur me para në 20 vitet e fundit të jetës së tij. Ti je krenare, tha ai. Jam, ajo pajtoi pa modesti. Duhet të jesh, ajo e pa atë. Faleminderit, tha ajo sinqerisht.
Një pasdite të martën më të rënd të muajit, si gjithmonë, Aldo shkoi te Bajami vetëm. Çoi lule, jo të blera, por të korrura nga vetë pronë, ato lule të vogla të verdha të malësisë që rriteshin në buzë të përroj. I vendosi pranë kryqit prej druri. Qëndroi aty për disa minuta. Përshëndetje, Lara, tha ai ulët në ajër. Nuk të njoha, por njoh nënën tënde dhe ajo është personi më i fortë që kam parë ndonjëherë. Ai ndaloi. A do të kishe pëlqyer ajo? Unë mendoj se po. Ajo bën rrush të thatë dhe ka një kopsh dhe kujdeset për të gjithë rreth vetes pa bërë shumë për këtë. Era kaloi në për degët sipër. Unë do të kujdesem për të, tha ai, në mënyrën se si ajo do të lejoj dhe në mënyrën se si do të ketë nevojë. Këtë unë premtoj. U kthye në shtëpi. Iris ishte në verandë kur ai arriti, pa duart e tij pa lule dhe pastaj fytyrën e tij. E kuptoi pa qenë nevojë që ai të thoshte, nuk tha asgjë, vetëm tërhoqi karrigen pranë saj, pak më afër, dhe ai u ul. Telefonata nga Tirana erdhi një mëngjes të mërkur. Ishte asociati më i vjetër, Gjergj, 70 vjeç, që kishte qenë personi që kishte bastuar te Aldo atë në fillim, kur ai ishte një iri 24 vjeçar, plot me plane dhe pak kapital. Mora vesh se nuk e shit pronën, tha Gjergj me atë zë të dikujt që vëzhgon gjithçka dhe komenton pak. Nuk e shitëra. Dhe qëndrova këtu. Qëndrova. Heshtje. Je mirë, pyeti Gjergj. Jam. Kompania po funksionon. E di. E ndjek. Ti nuk na ke më nevojë. Unë gjithmonë do të kem nevojë për ju, tha Aldo. Por nuk kam më nevojë të jem në Tiranë për ta bërë këtë të funksionojë. Dhe më duhet të arrinja këtu për ta kuptuar këtë. Gjergj qëndroi në heshtje për një moment. Ajo u kthye, pyeti ai. Aldo u befasua. Ti e di një? Unë di shumë gjëra, tha plaku me atë humor të thatë që ishte shenja e tij. Kur ti u largove nga këtu 20 vjet më parë, ti kishe ambicien e dikujt që po ikën nga diçka, jo e dikujt që po shkon pas diçkaje. Unë mendova se një ditë do t'ju duhej të ktheheshit dhe të gjenit atë që kishit lënë. Aldo qëndroi në heshtje. Ajo nuk u kthye, tha ai më në fund. Unë u ktheva. Gjergj dha një qeshje të shkurtër. Edhe më mirë, tha ai. Kujdesu për veten tënde. Stena e fundit e kësaj historie është një mëngjes të shtunë. Aldo zgjohet para diellit, që është gjë që ai kur nuk e kishte bërë më parë në jetë. Ndërtimi i ri ende erret si çimento dhe argjil. Ai bën kafe në kuzhinën e vogël që është e integruar në hapësirën e punës dhe shikon nga dritarja e orientuar verior, siç kishte këmbëngulur Iris, drejt truallit që fillon të fitojë ngjyrë ndërsa dielli lind prapa pemëve të malësisë. Kishin hapa. Iris shfaqet në derë i zbathur, me flokë të lirshëm, ende të ngjitur nga gjumi, duke mbajtur 2 filxhanët që ai kishte harruar atje pas ditës të mëparshme. Ti u zgjove para meje, tha ajo me atë habi autentike të dikujt që nuk besoi se ishte e mundur. U zgjova. Era e kafes më zgjau. Më fal. Jo, më fal. Ajo hyn, i vendos filxhanët në banak, i shërben vete nga kafa që ai bëri. E shijon. Është e mirë. Mësova nga dikush. Ajo e pa anash. Ata qëndrojnë në heshtje për një moment. Të dy duke parë nga dritarja drejt malësisë që zgjohet ngadalë. Ajo dritë e parë që nuk ka nxitim për të arritur, por që kur arrin transformon gjithçka. Aldo, tha ajo. Po. Ti e di se ka ditë që unë ende mendoj se mund të mos funksionoj, tha ajo drejt për drejt si gjithmonë. Se jeta do të ndërlikohet në një mënyrë që ne nuk e kemi parashikuar dhe që mund të jetë më e vështirë se sa po imagjinojmë. E di. Dhe ti je në rregull me këtë? Ai e pa atë. Iris, tha ai. Unë kam kaluar 20 vjet duke shmangur atë që ishte e vështirë, duke zgjedhur atë që ishte e sigurt, duke ndërtuar brenda mureve që unë vetë ngrita për të mos vrapuar rreziqe. Ai ndaloi. Dhe në fund të llogarisë, e vetmja gjë që mbeti e vërtetë. Ajo e pa atë. Atëherë, po, unë jam në rregull me të vështirën, tha ai. Sepse e vështira me ty është më shumë se çdo gjë e lehtë që kam pasur ndonjëherë. Dielli më në fund kalon kufirin e pemëve.
Drita hyn nga dritarja dhe e kap në fytyrë dhe ajo i mbyll syt për një sekond me atë shprehje të dikujt që pranon diçka të mirë pa pasur nevojë ta analizoj. Kur i hap, ajo merr filxhanin dhe shkon në verandë pa thënë asgjë. Ai shkon pas dhe të dy qëndrojnë aty në verandën e ndërtimit të ri të vogël në truallin e familjes Doda, me kafen që ftohet në filxhan dhe malsin që zgjohet përreth, dhe ditën e tërë akoma për të ndodhur. Dhe nuk ka asgjë që duhet të zgjidhet në atë moment. Asnjë kontratë për të nënshkruar, asnjë aeroplan për të kapur, asnjë provë për të dhënë, vetëm dielli dhe toka. Dhe ata të dy, dhe kjo është e mjaftueshme. Nëse kjo histori preku zemrën tënde, atëherë tashmë e di çfarë të bësh. Abonohu në kanal për të mos humbur asnjë histori si kjo. Këtu do të gjesh tregime që të bëjnë të ndihesh, që të bëjnë të mendosh dhe që qëndrojnë me ty shumë kohë pas përfundimit. Lër një pëlqim. Ky gjest i thjesht ndihmon shumë kanalin ton të rritet dhe të arrijë tek më shumë njerëz që duan një histori të mirë. Aktivizo kampanën e njoftimeve për të njoftuar i pari kur arrin një histori e re. Nuk do të doje të mbetesh jashtë dhe na komento se nga po e shikon këtë video. Ne e duam të dim nga vijnë njerëzit që janë pjesë e kësaj komuniteti. Mund të jetë nga brendësia, nga kryeqyteti, nga një vend tjetër. Shkruaj këtu poshtë. Çdo koment bën një ndryshim të madh për ne. Faleminderit shumë që je këtu. Deri në historinë tjetër. Dita e fundit e pranverës, ata u ulën në hijen e Bajamit, ku kryqi i vogël i drurit mbante heshtjen e Laras. Iris mbante një lule të verdhë malësie. Aldo mbante dorën e saj. Nuk kishte fjalë për të thënë se çfarë do të ndodhte nesër apo në vitet që vinin. Nuk kishte premtime për të lidhur atë që ishte thyer. Kishte vetëm këtë, tokën e fortë në këmbët e tyre, erën e lehtë që sillte erën e barit të thatë dhe faktin e thjeshtë, të pamohueshëm, se pas gjithë udhëtimit, pas gjithë humbjeve dhe kthimeve, ata ishin kthyer në të njëjtin vend. Jo për ta rindërtuar të kaluarën, por për ta mbështetur të ardhmen mbi të. Iris e ktheu kokën dhe e pa. Në sytë e saj nuk kishte më pyetje, vetëm një përgjigje të qetë. Ai nuk i tha asgjë. Nuk kishte nevojë. Gjithçka që duhej thënë, tashmë ishte thënë në heshtjen që mbante mes tyre, e mbushur jo me mungesë, por me praninë e gjithçkaje që kishin zgjedhur të jenë së bashku. Dhe në atë moment, në mes të heshtjes së malësisë, ishte mjaft.